Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi ditën e sotme sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Do të flasim për Shpat Kasapin, për kolegët e tij që nuk ndalojnë së kujtuari dhe nuk ndalojnë së respektuari veprën që Shpati la në këtë univers. I ftuar në Andale, miku i tij më i afërt, shoku i tij më i ngushtë, Erik Loshi, foli për intervistat, në këtë rast foli për keqpërdorimet e medias që mundohet me patjetër që të nxjerrë lajmin, të trajtoj lajmin pa marrë parasysh se çfarë lajmi është ai, dhe për informacionet në lidhje me sëmundjen e të birit të Shpatit. Flasim konkretisht për Roelin. Tani, u tha që djali i Shpatit është me probleme të spektrit autik, por Erik Loshi e gjuajti krejtësisht në tokë këtë gënjeshtër të madhe, dhe arsyeja pse Shpati edhe Selvia, zonja e tij, bashortja e tij, kanë udhëtuar drejt Italisë, ka qenë arsyeja që Roeli të vizitohej nga një lokoped, nga që kishte vonesë në të folur, por nuk do të thotë që është i spektrit autik. Eriku e shpjegoi këtë në mënyrë të detajuar dhe u duk që ishte shumë i prekur nga forma se si mediat e kishin trajtuar rastin, apo i kishin dhënë krejtësisht një kahje dhe një konotacion tjetër. Do me thënë, nga ajo që thuhet nëpër media dhe nga thashethemet lart e poshtë që djali i Shpatit ka vuajtur nga spektri autik, kjo nuk është e vërtetë. Sipas mikut të tij më të afërt, pasi që Eriku ka qenë shok më i afërt, pasi që kanë patur edhe një projekt për ta sjellur të dy së bashku pikërisht më datën 10 dhjetor, kjo e konfirmuar nga menaxheri i Erik Loshit edhe i Shpat Kasafit. Eriku tha, unë gjitha ato vite duke qëndruar afër me Shpatin, duke ndarë momente me Shpatin, duke ndarë çaste me Shpatin, nuk e dija që Shpati pas ka patur një fëmijë të sëmurë. Do me thënë, i gjuajti të gjithë gënjeshtrat në tokë dhe fjalët që fliten lart dhe poshtë janë të gjitha gënjeshtra. Ku më pas kishte edhe nga ato që Eriku ndjehej pak si i lënduar, deri dje tha nuk e mbështetët, deri dje qa nuk folët për të, sot tha u është dhimbësur të gjithëve. Por kjo dhimbje nuk u shpjegua vetëm nga Erik Loshi. Në një koncertin të saj, Fifi, artiste e njohur e skenës muzikore, preferoi që në shenjë e respekti dhe në shenjë të kujtimit të këngës së tij, të këndoj në koncert këngën Valle Kosovare. Një ndër hitet e Shpatit që këndohet është kënduar në për të gjitha dasmat shqiptare. Më pas nuk betim vetëm e kaq, Jos Marku në koncertin e tij të natës së mbrëmshme në nder të festës së 28 nëntorit, e nisi koncertin me këngën Kush të ndau prej meje, një këngë që publiku e këndonte së bashku me Jozin. Dhe unë aty e kam parë dhimbjen e madhe që shqiptarët vërtet po përjetojnë me humbjen e Shpat Kasapit. Të rejat më të fundit rreth Shpat Kasapit, do me thënë familja akoma ndodhet në Itali, pritet në moment që të merren dokumentat, merret autopsia, duke i ditur dhe ligjet italiane se sa zgjasin, dhe të kthehet në vendin e tij. Fansat me patjetër, por edhe të gjithë shqiptarët jemi të gjithë të pikëlluar, të thyer në shpirt dhe mundohemi që Shpatin ta kujtojmë me veprat e tij të bukura dhe fantastike. Do kisha apeluar për të gjithë kolegët, për të gjithë mediat që të jemi pak më të kujdesshëm në informacionet që japim. Familja e Shpatit në këtë rast, por të gjithë ne kemi nevojë për dashuri, kemi nevojë për përqafim dhe jo të shpikim gjëra të cilat me të vërtetë nuk janë të vërteta dhe nuk peshojnë dhe nuk qëndrojnë. Unë dua ta mbyll këtë video me këto dy videot e fundit nga dy kolegët e Shpatit që me shumë nostalgji së bashku me publikun këndojnë këngët e tij. Vive